Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e muajit mars në Anamalit, Dajç, Bërdic, Bushat dhe Velipoj do të vlerësohen. Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi tha se për këtë janë ngritur komisionet që po punojnë në dy drejtime. Janë dy grupe pune. Grupi i parë i punës është për vlerësimin, për identifikimin e problematikave dhe të dëmtimeve në banesat e përmbytura, ku ka pasur ujë apo ku që kanë pasur dëmtime për shkak të prezencës së ujit. Grupe të tilla janë për çdo njësi administrative të ngritura, janë administratorët dhe inxhinierët për gjithë secilin grup. Në çdo moment ato do të vijojnë me verifikimin në vend dhe plotësimin e të gjithë dokumentacionit sipas ligjit për vlerësimin e dëmeve në banesa. Të njëjtën gjë edhe për infrastrukturën e publike. Përveç dëmeve në banesa, do të vlerësohen edhe dëmet në bujqësi. Nga Drejtoria e Bujqësisë, në bashkëpunim përsëri me administratorët në çdo njësi, ne kemi ngritur grupet e punës për verifikimin e dëmeve në bujqësi. Çdo grup pune ka formularin e përkatës të deklarimit, në çdo zonë të çdo fermer ne shkojmë atje në vend për ta verifikuar, identifikuar problemin, verifikuar mallësinë e problemit dhe më pas kjo pjesë, i gjithë ky dokumentacion do t'i dërgohet e plot, sipas ka dy rregulla. Njëri është duke njekur një procedurë të zhdëmtimit, ashtu sikurse parashikon ligji vendimi i Këshillit të Ministrave, për dëmtimet në banesa, kurse për dëmtimet në kulturat bujqësore dhe fermerët, dua të besoj që dokumentacioni që përgatit Bashkia Shkodër, pavarësisht se kjo ka qenë e kërkuar që të ishin grupe të përbashkëta pune, dhe nuk është realizuar, po e bëjmë këtë vetë, të mund të merret në konsiderat dhe të vlerësohet si i ligjshëm, si i tillë për të gjithë fermerët të cilëve u janë dëmtuar të mbjellat. Pavarësisht se qeveria nuk shpalli gjendjen emergjente, dëmet vlerësohen dhe do të dërgohen për dëmshpërblim, pasi kjo është premtuar nga vetë përfaqësuesit e qeverisë, kujtoi Ademi. Ne na është kërkuar që të bëjmë vlerësimin, ashtu të paktën u tha nga përfaqësuesit e qeverisë, edhe në deklaratat e tyre publike, tani ne po bëjmë punën. Do të shohim pastaj rezultatet. Përmbytjet në zonën e Shkodrës zgjaten gjatë gjithë muajit mars, ku ushtrinë në mbi 7.000 hektar tokë nga Oboti dhe deri në Mali Jushit e Velipoj.